Lideri historik I demokratëve Sali Berisha është zyrtarisht I vetmi kandidat për postin e kryetarit të Partisë Demokratike. Komisioni zgjedhor në PD ka shpallur vendimin se në zgjedhjet e 23 majit Sali Berisha do të kërkojë vetëm mbështetjen e demokratëve për t'i udhëhequr në 4 vitet e ardhshme. Komisioni ka skualifikuar kandidaturën e Mereme Selës, mjekes nga Fushkruja pasi nuk plotson kriteret. Gjithashtu komisioni skualifikoi edhe kandidaturën e Vladimir Mulajt. Të dy kandidatët u skualifikuan pasi nuk kanë një profil të lartë politike publike. Ndërkohë që kandidatura Ervin Salianit, Evi Kokalarit e Alesia Balliut nuk janë marrë në shqyrtim, pasi për Partinë Demokratike ata nuk janë antarë të kësaj force politike, nuk kanë të drejtë të kandidojnë. Ndaj 23 maj do të jetë një moment rikonfirmimi për liderin historik të Partisë Demokratike, Sali Berishën. Pas zgjedhjeve për kryetarin e PD-s, partia më e madhe e opozitës do të mbledh në 30 maj forumin më të lartë, Kuvendin Kombëtar, I cili do të miratojë ndryshime në statut e do të zgjedh Këshillin e Ri Kombëtar. Grupi që do të hartojë ndryshime në statut, I kryesuar nga Gazmend Bardhi, u mblodh sot në selinë e PD-s dhe nisi diskutimet. Nuk priten ndryshime që kanë lidhje me parashikimet për kryetarin e PD-s në statut e mbetet thjesht për t'u parë se çfarë do ndryshojë në organizimin dhe strukturën e forcës më të madhe politike të opozitës. Procesi I zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike pritet mbyllet rreth mesit të muajit qershor, kur Sali Berisha do të përzgjedh ekipin me të cilin do të udhëheqë PD-n drejt zgjedhjeve lokale të vitit të ardhshëm e drejt zgjedhjeve parlamentare të vitit 2029.